Të gjithë po presin të shohin se çfarë do të lancojnë japonezët, dhe tani, me rritjen brutale të tregut të kamionçinave, ata nuk qëndruan në vend. Sot do të shihni terren që do të vijë në kamionçinat japoneze për vitin 2026. Këtu do t'ju tregoj 10 kamionçinat japoneze më të pritura të vitit 2026, ato që vinë me motor të provuar, fokusohen në punën reale, veçmimet që jo gjithmonë shkojnë në $50,000, siç besojnë shumë. Në fakt, kushtojini vëmendje kësaj. Numri 1 në këtë listë është një kamionçin ikon dhe kushton më pak se $10,000. Pra, rrini duar kryq, sepse do të shihni japonezin të godite në tregun e kamionçinave në 2026. Le të fillojmë. Numri 7. Toyota Corolla Pickup 2026. Fillojmë me një nga lancimet më të pritura të vitit 2026, një kamionçin me të cilin Toyota dëshiron të shënojë territorin në një segment interesant. Po flas për Toyota Corolla Pickup. Po, e lexuat mirë. Toyota po përgatit kamionçinën e familjes Corolla, një kamion kompakt monokok i krijuar për punë të lehtë, përdorim të përditshëm dhe treg urban, pikërisht atu ku modele të tilla si Ford Maverick, Ram Rampage dhe Renault Niagara i ardhshëm po luftojnë sot. Ky nuk është në një thashë them. Në një takim të fundit me drejtuesit e markës, Toyota përmendi emrin Corolla Pickup brenda, dhe kjo thot shumë. Nuk po flasim për një eksperiment, por për një model që do të integrojë në një nga linjat më të suksesshme dhe më të besueshme në histori, e njëjta familje e Corolla Sedan dhe Toyota Corolla Cross. Prodhimi sunon Amerikën e Jugut, veçanërisht Brazilin, dhe gjithçka tregon se do të ketë versione hibride, siç është zakon në Toyota. Në konfigurimin e tij bazë, flitet për motorin Dynamic Force 2 litra, një blok i provuar që jep rreth 175 kuaj fuqi dhe 209 metra-newton çift rrotullues. Figuron mëse të mjaftueshme për një kamionçin kompakte të këtij lloji. Çmimi nuk është ende zyrtar, por analistët vlerësojnë një çmim hyrjeje afër $25,000, gjë që do ta vendoste atë drejt për drejt në luftë dhe me një avantazh të qartë, reputacionin e Corolla. Ky kamionçin nuk shpik asgjë të çuditshme. Ai mund të bëjë atë që Toyota bën më mirë, të marrë një formulë të miratuar dhe ta kthejë atë në një bestseller. Japonezët tashmë ka reaguar dhe janë të vendosur të rifitojnë terrenin që markat kineze kishin filluar të fitonin në segmentin e kamionçinës. Gjëja më interesante për këtë pick-up Corolla është se Toyota mësoi nga gabimet e prodhuesve të tjerë në segment. Nuk do të jetë një kamionçin që përpiqet të bëjë gjithçka. Do të jetë specifike për tregun tuaj të sënuar. Baza e rrotave është optimizuar për manovrimin e qytetit pa sakrifikuar hapësirën e ngarkesës në platformë. Përveç kësaj, pritet të përfshijë teknologjinë e sigurisë Toyota Safety Sense si standard edhe në versionet bazë, diçka që konkurrentët e saj paguajnë si shtesë. Kapaciteti i vlerësuar i ngarkesës është rreth 1000 pound, i mjaftueshëm për tregtarët, bizneset e vogla dhe përdorimin familjar. Ajo që me të vërtet emocionon ekspertët është se Toyota mund të ofrojë garanci të zgjatur të ngjashme me atë që jep për sedanët e saj. Një lëvizje që do të detyronte Ford dhe Ram të përmirësonin garancitë e tyre në këtë segment shumë konkurrues. Numri 9. Mitsubishi Lukind Triton 2026. Ne vazhdojmë me një film japonez që shumë e nënvlerësojnë, por që në vitin 2026 mbërrim plotësisht i rishpikur dhe me një mision të qartë, të fillojë të referohet. Kjo është Mitsubishi L200, i njohur gjithashtu si Triton. Këtë vit, Mitsubishi vuri bas gjithçka me këtë kamionçin. Ai nuk bëri një ndryshim të thjeshtë të fytyrës. Ai bëri një ridizajnim total, duke menduar për të përballur me pesha të rënda si Toyota Hilux dhe Ford Ranger në një bazë 1:1. Baza i thot të gjitha. Ajo debuton një shasi krejtësisht të re, më e ngurtë dhe më e fortë, e shoqëruar me një pezullin të rishikuar me më shumë udhtim, i cili përkthehet në performancë më të mirë jashtë rrugës dhe qëndrueshmëri më të madhe kur kërkohet vërtet. Tani është më i madh, është rritur në gjatësi dhe gjerësi, dhe kjo është e dukshme si në stabilitet, ashtu edhe në një kabinë më të gjerë dhe të përdorur më mirë. Mitsubishi kuptoi diçka kyçe. Në një kamionçin, hapësira dhe qëndrueshmëria kanë më shumë rëndësi se ekranet. Marka vendosi t'i japë përparësi forcës dhe funksionalitetit të vërtet, duke lënë mënjan lukset e panevojshme që vetëm e bëjnë produktin më të shtrenjtë. Nën kapuq, ai përfshin një motor naft biturbo me 4 cilindra me 4 pika, një zhvillim japonez i testuar tashmë në modele të tjera të markës.
Ky blok jep deri në 201 kuaj fuci dhe 470 metra Newton çift rrotullues. Ve po, në çift rrotullues te i kalon Hilux, diçka që shumë ende nuk e din. Dizajni gjithashtu bëri një hap të madh. Tani është më katror, më muskuloz, me një prani të fortë dhe drita LED të ndara që bëjnë atë të duket si një kamionçinë serioze, jo si një model i vjetër në grim. Çmimi i këtij kamioni varet nga tregu, por modelet bazë janë rreth $30,000, duke e vendosur atë si një nga opsionet më konkurruese në segment për atë që ofron. L200 ndaloi së luajturit të sigurt. Në vitin 2026 do të befasoj dhe do të bëj më shumë se një të rimendojnë nëse Hilux është me të vërtet i vetmi opsion japonez që i avlen. Ajo që shumë nuk e din është se Mitsubishi e testoi këtë L200 të ri në kushte ekstreme që kalojnë çdo test standard të industrisë. Nga shkretira e Dakarit deri te malet me bord të Skandinavisë, ku kamionçin ju nashtrua testeve që zakonisht kryhen vetëm nga prodhuesit e automjeteve ushtarake. Rezultati është besim absolut në qëndrueshmërinë e tij. Kapaciteti i ecjes u rrit në 700 mm, duke lejuar atë të kalonte rrjedhat e ujit që do të linin shumë konkurrent të bllokuar. Numri 8. Subaru Baya 2026. Tani shkojmë me një kthim që shumë prisnin. Një markë lider japoneze në besueshmëri që në vitin 2026 mund të kthehet me forcë me kamionçinën e saj kompakte Subaru Baya. Sipas tashetemeve shumë të forta brenda industrisë, Subaru tashmë po sheh një mundësi të madhe në tregun kompakt dhe planifikon të ringjallë Baya, një kamionçinë që në atë kohë ra në dashuri për dizajnin e tij të ndryshëm dhe qasjen praktike. Sot ky koncept ka kuptim përsëri dhe Subaru e di atë. Shumë analistë bien dakord për një gjë. Nëse Baya kthehet siç vritej, Ford Maverick do të kishte arsye për t'u shqetësuar. Potenciali i Subaru për të dominuar këtë segment është real, veçanërisht pasi luan me një avantazh që pothuajse askush nuk e ofron si standard. Siç është zakon në markën japoneze, ky kamionçin do të vinte i pajisur me motorin boksier me 4 litra me 2 pika, një blok tashmë i provuar jaftë për të dhënë rreth 270 kuaj fuqi. Por ajo që bën vërtet ndryshimin është sistemi i përhershëm i lëvizjes me të gjitha rrotat e Subaru, i përfshirë në të gjitha versionet e modeleve të tij. Këtu nuk ka mbiçmime ose paketa të fshehura. Për Subaru, lëvizja me të gjitha rrotat nuk është luks, është pjesë e ADN-s. Çmimi gjithashtu duket i mirë. Flitet për një çmim bazë afër $34,000, një shifër që do ta lejonte atë të konkuronte drejt për drejt me pjesën tjetër të segmentit. Nëse Subaru arrin të qëndrojë afër këtij numri, Baya ka gjithçka për t'u bërë bestseller, pavarësisht nga tregu ku shitet. Subaru Baya është e frikshme, sepse nuk arrin të improvizojë. Ajo mbërrin me inxhinieri japoneze të miratuar dhe një premtim të qartë besueshmërie. Nëse Baya kthehet siç parashikojnë të sethemet, Subaru planifikon të diferencohet me veçori që nuk ofron asnjë kamionçin tjetër kompakte. Sistemi i shikimit EyeSight, i cili ka shpëtuar mijëra jetë në Subaru SUV, do të vinte standard, duke monitoruar vazhdimisht trafikun dhe duke parandaluar për klasjet. Hapësira nga toka do të ishte superiore ndaj konkurrentëve, fal pezullimit karakteristik të Subaru, duke ju lejuar të hyni në rrugë të vështira pa modifikime të kushtueshme. Përveç kësaj, shpërndarja e peshës së motorit horizontal të boksierit do të përmirësonte në mënyrë dramatike qendrën e gravitetit, duke e bërë Baya më të qëndrueshme në koshe se sa çdo kamionçin tradicionale me motor në linjë. Numri 7. Toyota Hilux Gjenerata 9 2026. Prezantuar zyrtarisht për këtë 2026, një kamionçin që tregon vazhdimisht pse është ato ku është dhe pse kushton sa kushton. Toyota Hilux këtë vit mbërrin gjeneratën e saj të 9 dhe nuk është një prekje thjesht. Toyota bëri një rinovim të thellë me një fokus të qartë në qëndrueshmërinë, efikasitetin dhe elektrifikimin. Hilux që e dinim ishte tashmë i vështirë, ku versioni i ri ngresh shiritin edhe më shumë. Ai debuton një shasi të përforcuar së bashku me një platformë të përditësuar, e cila përkthehet në ngurtësi më të madhe strukturore, stabilitet më të mirë dhe një matësi pak më të madhe. Me pak fjalë, nëse ishte e vështirë për t'u thyer më parë, tani është edhe më shumë. Dizajni ndryshoi dhe këtu ka një ndarje mendimesh. Është më agresiv, më modern, me një front më aerodinamik. Disa e duan, të tjerët jo aq shumë, por ajo që askush nuk e kundërshton është se imponon prani.
Lajmi I madh vjen në kapuc. Për herë të parë, Toyota elektrifikon Hilux. Është e qartë se mirëmbahet turbonafta e njohur me 2.8 litra, një motor që tashmë është provuar të jetë I besueshëm në mbar botën. Risia është se këtij bloku tani I bashkohet një sistem hibrid I lehtë që zbut shpërndarjen e energjisë dhe redukton konsumin pa komprometuar qëndrueshmërinë. Dhe po, këtu vjen pjesa e diskutueshme. Toyota prezantoi gjithashtu një Hilux elektrike 100%. Bateri 59 kWh me të gjitha rrotat duke përdorur boshte elektrike dhe një rreze të vlerësuar prej 240 km. Nuk është një kamionçin e krijuar për udhëtime të gjata, por për punë specifike. Do të duhet të shohim se si do të përgjigjet tregu, por mesazhi është I qartë. Toyota tashmë po teston të ardhmen edhe në modelin e saj më konservator. Çmimi është ende për debat. Në varësi të vendit, Hilux 2026 do të fillonte me rreth $48.000. Nuk është I lirë, por nuk është as një blerje impulsive. Për shumë nuk është kënaqësi, është një investim për besueshmërinë dhe vlerën e rishitjes. E megjithatë, mos mendoni se ai e ka fronin të siguruar për gjithmonë. Elektrifikimi I Hilux nuk është vetëm një marifet publicitari, por përfaqëson një ndryshim themelor në strategjinë e Toyota për tregjet ku rregulloret mjedisore po bëhen gjithnjë më të repta. Sistemi hibrid I lehtë shton vetëm 60 kg në peshën totale, por përmirëson efikasitetin me 20% në drejtimin urban, ku kamionçina tradicionalisht konsumojnë më shumë. Versioni elektrik, megjithse I diskutueshëm, tashmë ka konfirmuar urdhra nga qeveritë europiane dhe kompanitë e ndërtimit që operojnë në zonat urbane me kufizimet e emetimeve. Numri 6. Isuzu D-Max 2026. Nuk mund të mungonte një aktore japoneze e përjetshme që për vite me radhë tregoi se nga çfarë është bërë dhe që në vitin 2026 I bën gjëra të qarta përsëri. Isuzu D-Max. Ky kamionçin është I ndryshëm. Nuk është krijuar për të bërë përshtypje me elektronikë ose drita dekorative. Isuzu I mbetet besnik filozofisë së tij, inxhinieri industriale e aplikuar në një kamionçin për përdorim të përditshëm. Dhe këtu vjen një fakt që shumë e harrojnë ose nuk e dinë. Ai u kujtohet legjendari Chevrolet D-Max I viteve më parë, ai që kishte një reputacion për të qenë I pashkatërueshëm. Nuk është bërë nga Chevrolet, është bërë nga Isuzu. Nga këtu erdhi reputacioni I tij. Sot Isuzu shet D-Max në emrin e tij pa ndërmjetës dhe kjo e bën atë një nga zbulimet e mëdha të këtij viti 2026. Isuzu është një nga markat e pakta japoneze që ende ndërton kamionçina me mendje kamionësh. Zemra e këtij D-Max është një motor me naftë 3 litra I famshëm për tejkalimin e 500.000 kilometrave pa probleme të mëdha kur mirëmbahet siç duhet. Ai jep 190 kuaj fuqi dhe ka 350 metra newton çift rrotullues. E megjithatë, Isuzu nuk ishte shumë prapa me elektrifikimin. Për vitin 2026, ajo gjithashtu prezanton D-Max 100% elektrike. Ai monton një bateri 67 kWh me 2 motor elektrik, një për boshtë, duke arritur lëvizje të përhershme me të gjitha rrotat. Ai prodhon 174 kuaj fuqi dhe 325 metra newton çift rrotullues. Por gjëja më mbreselënse është se ruan kapacitetin e tij të punës. 1 ton ngarkesë dhe deri në 3.5 ton tërheqje, diçka që shumë pak kamionçinë elektrike mund të ofrojnë sot. Për sa I përket çmimeve, D-Max lëviz në një gamë të gjerë në varësi të tregut dhe versionit. Varion nga $38.000 deri në $60.000. Nuk është aq I shtrenjtë sa një Hilux I pajisur mirë, ose aq I lirë sa kamionçina e vendit të parë në këtë video. Është pikrisht në mes, ku ajo që ka rëndësi është ajo që ofroni për atë që paguani. Isuzu nuk dëshiron të jetë më I bukuri apo më teknologjiku, dëshiron të jetë më I besueshëm. Dhe kjo është arsyeja pse për shumë njerëz, ky D-Max 2026 është kamionçina japoneze më logjike në treg. Vendimi I Isuzu për të ofruar një version tërësisht elektrik duke mbajtur naftën e saj legjendare demonstron një strategji të zgjuar biznesi, të mos tjetërsoj bazën e saj tradicionale të klientëve, duke tërhequr blerës të rinj që janë të shqetësuar për mjedisin. Versioni elektrik përdor teknologjinë e baterisë të zhvilluar në bashkëpunim me kompanitë japoneze të specializuara në ruajtjen industriale të energjisë, duke siguruar qëndrueshmëri edhe në kushte ekstreme të temperaturës. Nëse këto 6 modele të para tashmë ju duken mbresëlënse,
Bëhuni gati sepse 4 të parat përfshin risi që variojnë nga kamionqina më e lirë në treg deri te hibridet që sfidojnë ato amerikane. Numri 5. Suzuki Kari 2026. Le të shkojmë në ndjekje me këtë lancim. Një kamion që mund të mburret me punë të palodhur çdo ditë. Suzuki Kari 2026. Ky automjet japonez është një klasik që refuzon të zhduket, dhe për vitin 2026, Suzuki e rifreskoi atë aq sa për ta mbajtur aktual. Ndryshime të vogla në dizajn, detaje të dobishme në kabinë, dhe njëjta qasje si gjithmonë. Vrapo, karikoni dhe zgjatni. Kari vjen me tërheqje 4x4 dhe një kuti ingranazhi reduktuese, duke bërë atë çuditërisht të aftë në terene të ndërlikuara si ballta, shpatet apo edhe bora. Shasia e tij është projektuar për t'i bërë bal afër 1 ton në punë të rënda bujësore, diçka që shumë automjete më të mëdha thjesht nuk mund ta përballojnë. Dhe tani vjen fakti që thyen tregun. Është kamionqina japoneze më e lirë atje. Nëse mendonit se nuk kishte një kamionqinë japoneze për më pak se $10,000, e kishit gabim. Suzuki Kari 2026 fillon nga rreth $9,500 dhe versioni limited me të gjitha rrotat dhe kuti shpejtësie automatike është rreth $12,000. Megjithatë, është ende absurdisht i lirë për atë që ofron. Suzuki bëri diçka shumë të zgjuar, kurse u pamjen për të investuar në mekanik të thjeshtë dhe rezistente. Pa materiale delikate, pa elektronik të brisht. Në Japoni është një referencë absolute. Nuk i drejtohet klientit që dëshiron këtë të fundit, por fermerit të vogël, shpërndarësit urban që duhet të lëviz në për rrugë të ngushta dhe gjithnjë më shumë tregjeve të eksportit që kërkojnë automjete ekonomike dhe ultra rezistente, ku një kamionqinë e madhe thjesht nuk përshtatet. Kjo është arsyeja pse është në numrin 5, sepse jo të gjitha kamionqinat duhet të jenë të mëdha për të qenë të mira. Disa thjesht duhet të dorëzojnë dhe Suzuki Kari e bën atë më mirë se shumë. Numri 4. Nissan Navara 2026. Nissan po bën një rikthim të fortë në segmentin e kamionqinave të mesme me Navara 2026, i njohur në tregjet ndërkombëtare dhe si Frontier në Shtetet e Bashkuara. Për vitin 2026, ai mbërrin me një rinovim të rëndësishëm për të rifituar konkurrencën kundër rivalëve të konsoliduar. Baza përfshin një shasi të përforcuar dhe një platformë të përticuar që do të ndahet me kamionqinat e ardhshme Nissan. Opsionet e motorit ndryshojnë sipas tregut. Një naft 3 turbo me 2 pika me 190 kuaj fuqi dhe çift rrotullues të fortë të rënd, plus një version me benzin turbo me 2.5 për tregje specifike. Teknologjia u përmirësua dukshëm me ekrane më të mëdha, lidhje të avancuara dhe asistenca drejtimi që nuk i kishte më parë. Kapaciteti tërheqës shkon deri në 7.000 pound në varësi të konfigurimit. Brendësia është më e rafinuar me materiale superiore ndaj gjeneratës së mëparshme. Çmimi konkurrues vlerësohet të jetë midis $35,000 dhe $28,000. Nissan po vë bast të madh për të kompensuar terrenin e humbur ndaj Toyota dhe Ford. Navara 2026 paraqitet si një opsion solid që kombinon besueshmërinë japoneze me një çmim të përballueshëm. Numri 3. Mazda BT 50 2026. Mazda ruan praninë e saj në kamionqina, edhe pse është më pak e njohur se konkurrentët e saj. BT 50 ndan një platformë dhe komponent me Isuzu D-Max, duke i dhënë atij avantazhin e inxhinierisë së provuar të Isuzu të kombinuar me prekjen e dizajnit të Mazda. Motori është një naft turbo 3 litra, e ngjashme me atë të D-Max. 190 kuaj fuqi dhe 450 metra newton çift rrotullues. Dalimi është në prezantimin e brendshëm dhe të jashtëm. Mazda shton stil më të rafinuar me përfundime superiore, grill të markës së veçantë dhe linja lulesh. Brendësia përfshin teknologjinë e veçantë të Mazda me një ekran qendror modern dhe materiale cilësore. Pezullimi është akorduar për rehati më të madhe në rrugë, duke ruajtur aftësinë jashtë rrugës. Kapaciteti i ngarkesës është 1 ton dhe mund të tërheqë 3.5 ton. Çmimi është pak më i lartë se D-Max për shkak të përfundimeve premium, të vlerësuara midis $20,000 dhe $62,000 në varësi të tregut. Për ata që kërkojnë një kamionqinë japoneze të besueshme me një kthes më të rafinuar, BT 50 2026 është një zgjedhje e zgjuar që kombinon qëndrueshmërinë me stilin. Numri 2.
Honda Ridgeline 2026. I vetmi kamionçin japonez i shitur në Shtetet e Bashkuara, i krijuar posaçërisht për tregun amerikan, është Honda Ridgeline. Ka qenë gjithmonë ndryshe, ndërtim monokok në vend të shasis tradicionale me tela. Për vitin 2026, ajo vazhdon filozofinë e saj për të qenë kamionçin për ata që nuk duan një kamionçin tradicionale. Motori është V6 i provuar me 3.5, që jep 280 kuaj fuci, të mjaftueshme për shumicën e përdorimeve. Lëvizja me të gjitha rrotat vjen standarde në të gjitha veshjet. Risit unike përfshin një derë ngritjeje me hapje të dyfisht, bagazh nën kuvert dhe sisteme audio premium të denja për një kamion luksoz. Drejtimi dhe trajtimi janë më të ngjashëm me një SUV sesa me një kamionçin tradicionale. Kapaciteti tërheqës është 5000 pound dhe mund të ngarkojë 1500 pound. Nuk është për punë ekstreme, por është e përkryer për përdorim rekreativ dhe familjar. Brendësia ruan cilësinë karakteristike të materialeve dhe teknologjisë së Hondas. Çmimi varion nga $38.000 deri në $50.000. Është për një treg specifik që vlerëson komoditetin mbi kapacitetin maksimal të ngarkesës. Ridgeline 2026 ruan propozimin e tij unik në një treg të veçantë të mirë përcaktuar. Numri 1, Toyota Tacoma 2026. Devim në vendin numër 1. Kamionçina japoneze më e shitur në Shtetet e Bashkuara midis latinëve. Toyota Tacoma është një legjendë e besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë. Për vitin 2026, mbërrin me një rinovim të plot të gjeneratës së re. V6 me aspirim natyral zhduket dhe hyn një motor modern. 4 cilindra turbo, 4 litra me 2 pika që jep 278 kuaj fuqi dhe 317 pound këmbë çift rrotullues. Është një blok efikas me përgjigje të menjëhershme fal turbos. Lajmi i madh është versioni hibrid e-Force Max, që kombinon atë motor turbo me 2.4 me një motor elektrik që gjeneron deri në 326 kuaj fuqi dhe 465 pound këmbë çift rrotullues. Kjo e vendos Tacoma në një nivel tjetër me më shumë çift rrotullues sesa shumë kamionçina tradicionale të mesme. Kapacitetet përfshin tërheqjen e 6500 pound dhe ngarkesën prej 1600 pound, shifra që vendosin atë në krye të segmentit. Dizajni është frymzuar nga tundra, me një grill të fortë, fener të mpreth dhe prani muskulore. Brendësia merr përmirësime të rëndësishme: ekran 14 inç, grup digital dhe sedilje që mbështeten plotësisht në versionin TRD Pro, të krijuar për kampistët dhe aventurierët. Teknologjia Toyota Safety Sense vjen e plot. Çmimi i hyrjes është $32.000, ndërsa hibridet e pajisura te i kalojnë $48.000. Është një gamë konkurruese e mbështetur nga reputacioni i Toyota për besueshmëri. Për latinët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Tacoma është më shumë se një kamionçin. Është një investim i besueshëm për punë, familje dhe aventura. Rishitja ruan vlerën e saj për vite me radhë. Është në vendin e parë sepse kombinon gjithçka: motorin modern, hibrid të fuqishëm, brendësi teknologjike dhe qëndrueshmërinë legjendare të markës japoneze më të besueshme. Nuk është thjesht një kamionçin, është simboli i rezistencës japoneze të aplikuar në tregun amerikan. Pra, ja ku e keni. Këto janë 10 kamionçinat japoneze që në vitin 2026 po befasojnë të gjithë tregun. Nga kompaktet buxhetore si Suzuki Carry deri te ato legjendare të rifreskëta si Tacoma dhe Hilux. Japonezët po tregojnë se nuk po qëndrojnë në vend përballë konkurrencës kineze. Tani dua të di, cilën nga këto do të përdornit në përditshmërinë tuaj? Komentoni më poshtë në të preferuarën tuaj.